Banorët e Rjollit do të protestojnë përpara prokurorisë së posaçme të mërkurën në orën 10, duke kërkuar drejtësi për pronat e tyre. Përfaqësuesi i banorëve prek Molla u shpreh se kësaj proteste do t'i bashkohen edhe qytetarë nga zona të tjera të Shqipërisë që janë përballur me të njëjtin problem. Sipas tij, ndaj SPAK është depozituar një kallëzim i ri dhe kërkesa kryesore mbetet zbardhja e plotë të çështjes dhe vendosja e drejtësisë. Protesta para SPAK është në bashkëpunim me gjithë komunitetin shqiptar, të cilët janë të vendosur për pronat e tyre, ku ata siç ne kanë probleme nga më të ndryshme të lidhe me pronat. Jemi lidhur me shoqatën Dugagjini, jemi lidhur me shoqatën Dukati Vlorës dhe gjithë shoqatat që na kanë mbështet, që nesër në orën 10 paradite jemi pranë SPAK-ut. Kështu që i baj thirrje të gjithë shqiptarëve që kërkojnë drejtësi, që nesër në orën 10 të jenë pranë SPAK-ut një protestë paqësore, ku do të kërkojmë SPAK-ut drejtësi dhe vetëm drejtësi. Unë nuk kisha kërku edhe gjithë banorëve të fshatit Velipoj, të gjithë banorëve të Shqipërisë që duan të kërkojnë drejtësi dhe duan të tregojnë veten se janë shqiptarë, të vinë nesër dhe të paraqiten pranë SPAK-ut për të kërkuar ata që mendojnë se ju kanë bërë pa drejtë. Nga SPAK ne kërkojmë diçka më shumë për arsye sepse ditën e djeshme kemi depozituar edhe një kallëzim të tretë, i cili në këtë rrallë është me shumë emra, të cilët ditën e nesërme pranë SPAK-ut unë do t'i them të gjithë këta emra që janë të përfshirë në këtë ofertë korruptive dhe në falsifikimet që janë bërë lidhe me dokumentacionin që Fatmir Shpellca ka fituar pronën. Molla theksoi se protestat nuk do të ndalen, pasi sipas tij banorët kanë mbështetjen e komunitetit dhe janë vendosur ta çojnë kauzën deri në fund. Protesta tani nuk ka shquar se këta mendojnë se ne u lodhem, nuk do të lodhemi. Ne kemi mbështetjen nga gjithë populli. Unë e shoh nëpër komente, për thirrje telefonike që na përshëndesin dhe na japin forcë që të vazhdojmë dhe mos dërzojna dhe nuk do të dërzojna. Prej më shumë se një muaji, banorët e Bakësirjollit protestojnë kundër ndërtimit të një resorti turistik në zonë, duke pretenduar se po u cënohen pronat e tyre.